Tempulli i artit të skenës në Vlorë mbush 63 vite jetë. Teatri Petro Marko kremtoi gjatë kësaj të mërkure të 26 nëntorit një nga momentet më të veçanta dhe emocionuese, ditën e themelimit dhe nisjes së rrugëtimit të bukur të aktorëve që do të sillnin ditë të gëzueshme dhe gjallëruese për qytetin bregdetar të Vlorës. Morën pjesë në këtë përvjetor të rëndësishëm të këtij institucioni artistik, njerëz që kanë dhënë jetë ndër vite, aktor, regjisor, skenograf, libretist e të tjerë që kanë dhënë kontributin e tyre për teatrin Petro Marko. Nuk munguan as autoritetet e larta të pushtetit vendor, deputet dhe shumë të ftuar. Drejtori i teatrit Petro Marko të Vlorës, Artur Dhamo, në fjalën përshëndetëse plot emocion, tha se në këtë godin dhe në këtë institucion, artistët kanë gjetur lirinë dhe kanë shprehur shpirtin e tyre artistik. Që pretendimi i teatrit ka qenë më shumë se një. Ka qenë një vend ku artistët kanë gjetur lirinë dhe shprehur shpirtin e tyre. Ku publiku ka gjetur emocione, reflektime të muzikë. Dhe Vlora ka gjetur një prej simboleve të identitetit të saj kulturore. Historia e teatrit nisi pikërisht 50 vjet pas krijimit të shtetit shqiptar. Dhe ka qenë viti 60. Nisi me një shfaqje muzikore Flamo Gjak, Flamo Shkap, me një breve evangelikisë, muzikë të Limone dhe regjistë Nazën Bonjani. Përvijuar pastaj në premierë e parë teatrore me trupën profesionist, pikërisht me veprën e fundosjes aktuale. Dramaturg rus me regjistër Pitini Spajvogli, scenograf Shëvan Misa dhe ndryshim Dinita Darnos. Kjo treqë artistës do të bëheshin kreja raste dhe do të linin gjuhën të shuar në artën dramatik në atë kinematografik në Shqipëri. Drama fundosja e skuadrës ishte një nisje mbarë rregullës të vështirë të artit scenik, të gjuhës scenike, si dhe do të përforconte fizionominë e mashkull të teatrit, që në shkurt të vitit 1999 do të merrte vendin që gëzon sot Petro Marko. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka përcjell fjalë me sinqert dhe plot emocion, ndërsa tha se teatri Petro Marko ka krijuar rrugëtimin e shumë artistëve të lirë dhe ku merr jetë mendimi i lirë i dal nga shpirti i artistëve. Sipas kryebashkiakes Mersini, Vlora ka nevojë për teatrin të shkuarën, por edhe për të tashmen, për njerëzit që japin aktualisht talentin e tyre për këtë qytet, të cilët Vlora i respekton, por kryebashkiake Mersini theksoi se qyteti ka nevojë edhe për një vizion për të ardhmen. Sepse sot jemi në 63 vjetore në institucionin që nuk është vetëm me këndshëm, por mendojmë më i dashur i qytetit. Është ai që jep frymën e qytetit, energjinë e të rinjve. Edhe pa diskutim ky institucion ka krijuar jo vetëm identitetin ndërmjet ndërmjet figurave të shjuara, por ka krijuar energjinë e të rinjve, eduktimin e brezë, rrugtimin e shumë artistave të rinj, por mbi të gjitha ajo që mendojmë këtu është gjykaja ku merr jetë një mendim i mirë. Mendimi i mirë i dashur nga shpirti i artistëve. Biem dakord të gjithë për emrat që ne kujtuam sot me mahë, me respekt dhe me njohje të tërë, por unë dua të veçoj një emër që na ka rritur në fëmijërinë tonë, na ka edukuar me dashurinë që ka dhënë ndërmjet emocioneve drita feminine. Vlonjatën të kthehet në identitet kombëtar, ashtu si shumë artistë të tjerë. Ky qytet ka nevojë për teatrin, për të shkuarën e tij, por ka nevojë të jemi njohur të tashmen të tij. Njerëzve që japin jetë nëpërmjet talentit të tyre qytetit akoma. Dhe pa diskutim, të gjithë bashkë kemi mision të artën. Duhet të respektojmë pa diskutim të kaluarën të tashmen dhe të kemi vizionar për të artën. Gëzuar 63 vjetore teatri Petro Marko. Në kohë gjatë, bashkë me njerëz që trapën frymë. Shumë faleminderit të gjithëve. Emocionues ishte momenti i interpretimit të këngës së ditëlindjes së teatrit Petro Marko, nga ata, aktorët dhe njerëzit që i kanë dhënë dhe japin jetë këtij tempulli. Për vjetor të ditëlindjes sot, kanë ardhur florë, shokë dhe miq, dhe midis tyre plot spektator, na i mbushin zemrat plot me gëzim, dhe midis tyre miqë dhe shok, gropi i mbarë i shpirë. Rreth për qark ne sot po festojmë në të parë vjetor,
të gjithë na urojnë. Në hollin e teatrit Petro Marko të Vlorës ishte hapur edhe një ekspozit ku piktorët vlonjat kishin pikturuar portretet e aktorëve, artistëve dhe regjisorëve që kanë dhënë kontributin e tyre në teatrin Petro Marko ndër vite. Ekspozita u vizitua nga shumë të pranishëm, mes tyre edhe nga kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Pasi 63 vjetori i teatrit Petro Marko është një moment i rëndësishëm, historie, realiteti dhe vazhdimësie, pasi duhet vlerësuar nga vim, të kuptojmë më mirë se ku duhet të shkojmë. Një gjetje interesante ky përvjetori 63 i teatrit Petro Marko, ku në bashkëpunim me Shkollën Artistike Naim Frashëri, kursi pikturës me piktorin Shpëtim Xhema, Alfa Art Galeri me piktorin Roland Runaj, Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe piktorët Edi Kojani, Erald Dine dhe Anton Çeçi portretizuan live portretet e artistëve të teatrit në vite. Kjo gjetje ka marrë vlerësime të shumta nga të gjitha autoritetet e pranishme, artistët dhe qytetarët, të cilët pan nga afër këto punime të kësaj ekspozite.